Ka pasur, po themi, një reagim të zotit Rama lidhur me një kërkesë të shoqatës së gjyqtarëve për të rritur rrogën e tyre. Janë drejtuar gjykatës kushtetuese për të vendosur, siç po themi edhe ligji e përcakton me sistemin e referencë, për të vendosur pagën e gjyqtarëve, pagën e re të gjyqtarëve. Ka pasur një reagim të zotit Rama, i cili ka kërcënuar, le të themi, që në rast se gjykata kushtetuese e aprovon këtë kërkesë të gjyqtarëve, atëherë po themi zoti Rama bashkë me mazhorancën e tij do të gjeni laçin për t'ju kundërpërgjigjur këtij vendimi. Si e konsideroni gjithë këtë përplasje, le të themi? Është një përplasje e cila i shkon për shtatë Ramës. Dhe më vjen keq që shoqata e gjyqtarëve arrin të bëjnë një veprim të tillë në këtë lloj momentesh ku kemi një përplasje drastike ndërmjet Ramës edhe gjykatës kushtetuese. Presioni që Rama po bën mbi gjykatën kushtetuese për sa i përket dosjes Balluko apo çdo lloj dosje që do t'i shkojë dhe i ka shkuar aty, ky moment nuk është shumë i përshtatshëm flas në interes publikut, sepse gjyqtarët duhet të kuptojnë edhe një gjë që kur kërkohet diçka duhet ta kërkosh në përputhje me situatën, në përputhje me atë çfarë është jetesa në Shqipëri, se mund të kërkosh shumë gjëra, por a legjitimohet kjo kërkesa jote në kuptimin legjitim, çdo njeri ka drejt kërkojë, po a në momentin që jemi, në momentin e krizën që është Shqipëria, në raportet që nxjerr FMN-ja, e cila rrjeshton Shqipërinë në vendin 87, jemi vendi më i varfër që kemi, të ardhurat për frymën kemi skandaloze. Pra jemi vendi më i varfër dhe në këto momente ti të kërkosh si institucion, të kërkosh rritje page, domethënë duket pak absurde, por nëse do të ishte në një situatë tjetër, në një gjendje tjetër, pra që të ishte më e qetë situata ku mos kishte përplasje institucionesh, dhe sidomos institucionit të drejtësisë me atë të kryeministrit, ndoshta do të shifesh si një gjë normale. Në këtë situatë që jemi tani, unë them se kjo lloj kërkese i shkon më tepër për shtat Ramës në këtë moment se sa shoqatës apo gjyqtarëve vetë. Sepse çdo gjë tashmë do ta lidhi me atë mos aprovimin apo mos kërkesën e miratuar nga ana e tij për rritje page, duke treguar pastaj që këtu është varfëria njëra tjetër, se për ta justifikuar këtë është gjëja më e thjeshtë, nuk është një gjë më. Kështu që nuk besoj, vetëm i dha Ramës edhe një herë për të kërcitur dhëmët ndaj gjykatës kushtetuese, tek ajo gjykatë që ai ka ndikim të mjaftueshëm, them mjaftueshëm se të pesë antarët e asaj gjykate nuk kanë qenë herë gjyqtarë, nuk e njohin fare kushtetutën, edhe ata janë thjesht numërues topi edhe asgjë më tepër. Kështu që atyre tashmë i jepet edhe një armë tjetër në dorë për të ndikuar në vendimet që ata do marrin, qoftë edhe sidomos për vendimin që pritet nga gjithkush, për vendimin që do marrin për çështjen Balluku. Kështu që prandaj tash nuk në momenti është shumë i keq për të bërë një kërkesë të tillë dhe me sa e gjykoj unë është në favor të Ramës. Zot Merkoçi, kur besoni që mund të ketë një vendim gjykatës kushtetuese apo edhe të Këshillit Mandateve lidhur me Belinda Ballukun, pasi ndërkohë zonja Balluku vazhdon, po themi, punën në mënyrë të qetë, ndryshe nga që pretendonte Spaku që, po themi, vazhdimi i saj në detyrë si zëvendës kryeministri dhe ministri i infrastrukturës do kishte, po themi, problem me provat, pasi mund të ndikonte në helmimin e provave apo dhe në, po themi, dëshmitarët të cilët Spaku tashmë i ka marrë. Qoftë për provat, qoftë për dëshmitarë, për intimidimin e gjyqtarëve, po ndërhyrje në prova dhe në proces, Spaku e deklaroi në seancën që u bën gjykatë kushtetuese. Ajo që është më kryesorja është që në Shqipëri pushtetet nuk janë të ndara dhe çështjet çuditërisht bashkohen në një moment kur nuk janë bashkë. Çka do të thotë që atë vendim që mund marrë gjykata kushtetuese, cili do qoftë ai,
nuk mund ndikoj në mënyrë absolute në kërkesën që ka bërë Spaku drejtuar Kuvendit Shqipërisë. Spaku ka kërkuar lejen për arrestimin e Ballukut, ndërsa në gjykatë kushtetuese është marrë vendimi drejt i gjykatës të ritheksoj jo i Spakut, po i gjykatës kundër krimit dhe korrupsionit, është i drejt ky vendim që ka marrë. Pra kemi një përplasje ndërmjet kërkesës së Spakut dhe vendimit që ka marrë GKK-ja. Pra janë dy çështje të ndryshme, të cilat çuditërisht këta që kanë drejtuar ministrit, këta që kanë drejtojnë edhe akoma drejtojnë komisionet parlamentare apo janë ministra, ndërhyjnë në mënyrë brutale dhe të palogjikshme në një vendim i cili nuk ka të bëjë me dy çështje. Janë dy çështje komplet të ndryshme. Njëra është e Kuvendit, tjetra është e gjykatës. Nuk ka lidhje vendimi, se çfarë vendimi do marrë gjykata kushtetuese për vendimin e GKK-s dhe dhënia e lejes nga Kuvendi për arrestimin e Belinda Ballukut. Kjo tregon edhe një herë që Rama ka ndërtuar të mafia në shtet të tij dhe ai komandon çdo gjë. Ai tashmë kërkon ta përdori parlamentin përveç gjykatës kushtetuese, kërkon të përdori parlamentin si barrier kundër Spakut kryesisht. Dhe kjo u vërtetua dhe me atë mohimin nga Spaku i komisionit Xhafa, megjithëse ishte diçka absurde, antikushtetuese, ai vazhdoi në mënyrën e tij për ta ndërtuar atë komision, e ndërtoi. Dhe tashmë ai kërkoi të bëhet edhe veprime antikushtetuese. Dhe përgjigjja e Spakut ishin përgjigje korrekte për sa i përket ligjit dhe kushtetutës. Mos lejimi i ndërhyrjes në punët e brendshme të organit të akuzës. Kështu që Rama është në këtë lloj dileme, por ajo që është kryesorja është që i ngataron të dy proceset, pra atë të gjykatës kushtetuese me Kuvendit, me kërkesën e Kuvendit, i ngataron pikërisht për atë që unë kam theksuar dhe theksoj. Rama nuk i ka votat, pra nuk i ka kartonat në Kuvend për të mbrojtur Belinda Ballukun. Dhe duke mos i pas të kartona për të mbrojtur, vërtet ai ka 83 mandate, është vërtet, por nuk ka votat për ta mbrojtur në Kuvend. Atëherë ai luan këtë lojë pikërisht për të marrë dhe për të shtyrë ditët apo kohën. Sepse që mandatet janë të prerë nuk diskutohet dhe nuk i shpëton askush drejtësisë, por kjo është çështje koha pastaj për ta shtyrë. Nuk do më çudi si supozojmë që gjykata kushtetuese të marrë edhe një vendim që ta dërgojë çështjen për interpretim në Komisionin e Venecias. Edhe kjo është një opsion tjetër. Edhe për ta shtyr sa më shumë, për të vazhduar sa më shumë dhe për të bërë gjatësinë e tij, për sa i përket edhe kjo është edhe një kashillik që i bëhet qoftë politikës amerikane, qoftë edhe asaj europiane, e cila kërkon në çdo kush që të ketë një drejtësi të pavarur dhe ndëshkimi në Shqipëri të fillojë dhe të zbatohet. Megjithëse u pa që edhe ky ky vendim që mori Spaku apo ky gjykim që u bë nga gjykata apelit për 5D e cila u trumpetua me të madhe si një gjë shumë e madhe, një aferë shumë e madhe dhe realisht ishte një aferë shumë e madhe, por u katandis kokoshin në i tel me detyrime paraqitje apo shërbim prove dhe ku erdhi puna nuk pa asnjë lloj konfiskimi pasurie. Pra të gjithë paratë e vjedhura të popullit ngelen në xhepat e tyre. Edhe bëjnë një shërbim prove prej viti. Dalin me mas atij shërbimit provës edhe mbaron gjithçka, pra paraja e vjedhur të këtij populli ndodhet përsëri në xhepat e tyre. Dhe kështu do ndodhi si duket ky ishte sinjal shumë i keq për sa i përket gjykimit të këtyre personave, të cilët kanë bërë afera kolosale. Dhe kam frikë se kështu do të ndodhi duke u shtyrë kjo lloj ndalimi
apo arrestimi i Belinda Balluku do të ndodhi që do shfryhet gjëja, do dalin gjëra të tjera dhe do fillojnë të harrohen, se këtu si duket është ajo teoria e harresës. Ta bëjmë edhe ta harrojmë, si puna begjes, si është në burg edhe është harruar, nuk merret kush më me të se çfarë po ndodhet, si po ndodh. Apo çështja Dago, i cili doli në mënyrë të çuditshme me një akuzë skandaloze, kur aty dihet që është prish Durrësi, është prish porti, janë prish plazhet, janë bërë ndërtime pafund, ndërtime skandaloze. Për mbytet Durrësi nuk marr një përgjegjësi, nuk ky ka qenë kryetar bashkie del me një. Kështu ka ndodhur me Tahirin, kështu ka ndodhur me këtë, kështu ka. Domethënë, ajo që duket tashmë tek drejtësia është ajo pjesa që nëse nuk bëhet konfiskimi i parave, nuk ka asnjë lloj vlere, domethënë qoftë edhe dënimi i individit. Problemi është gjithë para që kanë vjedhur. Parat për t'u kthyr popullit, që janë gjithë parat e taksave të shqiptarëve, është jeta e shqiptarëve, nuk është kaq e thjeshtë. Por me sa duket, Shqipëria vazhdon akoma atë tranzicionin 35 vjeçar komunist, dhe do vazhdojmë edhe ja 35 vjet tjera, dhe do i ngelemi në kuadrin e fjalëve, në kuadrin e premtimeve dhe në kuadrin e shpresës. Zoti Mergoti ka pasur mjaft reagime lidhur me vizitën e fundit të Ivanka Trump, ku disa zëra kanë dalë kundër, po themi, kësaj vizite, madje edhe kundër dhënies së Zvërnecit dhe Sazanit tek dhëndri Donald Trumpit. Si e gjykoni gjithë këtë proces dhe a jeni që disa, po themi, siç është Ishulli Sazani dhe Zvërneci të zhvillohen, apo duhet që këto pasuri të ngelen Shqipërisë dhe ndoshta të jenë siç është Ishulli Sazani si bazë ushtarake për mbrojtjen e vendit? Ajo që e kam deklaruar dhe unë mbetem besnik pavarësisht qoftë gjykime apo para gjykime që mund të bëjë gjithkush, unë kam qenë gjithmonë që në një ishull kemi, dhe ai ishull duhet mbetet ishull sepse duhet të jetë një pikë ushtarake, është strategjike. Dhe duke parë dhe situatat në botë, qoftë edhe në geopolitikën botërore, për shohin që ka luftra dhe konflikte të hapura në gjithë vendet, dhe jemi vendi i cili nuk kemi absolutisht asnjë lloj mbrojtje, nuk kemi asnjë lloj situate në dorë, ku shqiptarët janë në atë pjesën na rujt Zoti, se qeveria dhe shteti nuk bën asgjë, ne s'kemi as ushtri, s'kemi as armatin, nuk kemi absolutisht asgjë. Tash edhe një pikë strategjike që në një politikë strategjike çdo qeveri, Ishulli Sazani nuk do ta qiste në shitje, apo nuk do ta nxirrte për investime turistike, se nuk ngeli Shqipëria tek turizmi Sazani. Sazani dhe Karaburuni duhet të ngeleshin pika, ashtu siç edhe porti i Nionit në Sarandë, duhet të ngeleshin pika strategjike të cilat janë të ushtrisë, janë pjesë e ushtrisë. Ne nuk kemi mbrojtje territoriale. Dhe ky është, në 35 vjet ne kemi parë vetëm shkatrimin të ushtrisë, ne nuk kemi parë ndonjëherë në një strategji për të qenë jo për të sulmuar, por për të mbrojtur veten. Dhe Sazani apo Karaburuni është pika më nevralgjike e Mesdheut. Dhe ne në strategjinë tonë nuk kemi ditur ta shfrytëzojmë këtë lloj pike. Çka do të thotë që ndërtimi një baze në Sazan dhe Karaburun do na jepte siguri, të paktën do na jepte një siguri. Ne nuk kemi absolutisht asnjë lloj sigurie në Shqipëri. Ne nuk dim se nga mund na vijë raketa në Shqipëri. Se s'kemi as mbrojtje kundërajrore, s'kemi as mbrojtje detare, nuk kemi as aviacion, nuk kemi as ushtri, nuk këmbësori, nuk kemi. Ne nuk kemi asgjë. Tash edhe këto dy gjëra që kanë ngelur dhe ne ka fal Zoti, jo se i bën këta. Ti marrim edhe ti japim për turizëm, nuk kemi lënë gjë pa dhënë. Gjithë ju ka shkuar është sakatuar në turizëm. Tash ti japim edhe Sazanin, edhe Zvërnecin, edhe këtë ti japim prapë se që ka goca Trumpit apo
X i Kushneri apo Londra, tash politika nuk bëhet me familje. Se edhe Trumpi nuk besoj se fal gjë të Amerikës, se që ka presidenti, goca e presidentit Putinit se do me rregullu politikën me Putinin, ja, nuk ndodh kjo. Vetëm Shqipëri ndodhin të gjëra. Këto kanë pas për të bërë dhe edhe në Greqi, po Greqia kanë hasur vështirësi të mëdha, nuk ja ka dhënë. Kështu ndodhi edhe në Beograd kur ai kërkoi ta bënte dhe në Beograd nuk e bëri dot. Tash i çuditërisht, këtu janë hap të gjithë. Thonë, mjafton që të ketë një emër Trump, ashtu siç ndodhi dhe me atë skandalin e votimit në parlament për komisionin bordin e paqes, që ngretën kartonin pa ditë se qa kanë votu, si kanë votu, për qarë është votu, qarë fiton Shqipëria dhe qa humbet Shqipëria, absolutisht asgjë. Po i dha një mandat e Ramës atje, na di bëhu përfaqësuesi jonë. Pra këte e shajmë Ramën, këte i japi mandat. Tani, këte e Rama jep Vërnecës Sazan, Derisha thot ja kam dhënë dhe unë, ja ka dhënë dhe nanë, me që ja kam dhënë unë, ja kam dhënë dhe nanë, ta japi dhe ky. Pra bëhet Sazani sikur ai që merr postin e kryeministit dhe ka si aset për ta shit, apo për t'ia fal dikujt, apo për të kryer investime, kushdo qoftë, vetëm e vetëm për të mbajtur të karrikën, për të shërbyer postit vet. Por Shqipëria nuk është pronë e një individi, është pronë e popullit shqiptar. Nëse ti do ta heqësh Sazanin apo çdo pikë tjetër strategjike të vendit, bëj referendum edhe pastaj jepin. Le të kalojnë në referendum. Po këta bën atë pjesën që në kushtetutë hoqën referendumin fare. Pra suvereniteti i popullit është zero. Për sa kohë ndrojnë kushtetutën vetëm në një parlament, që ata janë as parapolitikë janë gjithë aty, se politikan s'ka. Dhe ja hoqën edhe të drejtën e referendumit, tashmë mund bëjnë çdo gjë. Mund bëjnë çat kenë qef dhe absolutisht nuk i gjën këmbë. Nuk i gjën këmbë për një arsye të thjeshtë, sepse jemi ndoshta i vetmi vend që ne nuk kemi një nen për tradhti kombëtare në kodin penal të Shqipërisë. Dhe këtu mund bësh çat dush, nuk të prek njëri, nuk të thot dot gjë njëri. Dhe dalin pastaj të gjithë, nga që janë gjithë për lym në këtë lloj afere. Dhe pastaj nuk kanë edhe gojë për ta kundërshtuar, themi. Kështu që unë them që Sazani është krimi më i madh që i bëhet këtij vendi. Tash ne një ishull kemi, nuk kemi se kemi ja 500 ishull pa e falim një, apo pa e njërin pa e bëjmë për rezorte. Ne edhe këtë ishull që kemi, edhe këtë ta kthejmë në pikë turistike, domethënë ta bëjmë, ta nxjerrim në Shqipëri, domethënë lakuriq fare. Nuk kem më se nëse ti e jep Sazanin për aferë të tillë, domethënë ti je i zbuluar në gjithë pikat e zbuluar. Nuk kem asnjë lloj mbrojtje, asnjë lloj gjë. Pra strategjikisht ne jemi zero. Ne jo se sot jemi, por mendojmë se mund bëhemi nesër. Do vi qeveri tjetër. Sido që të vi, do vi një gjë tjetër. Nuk do ngelemi kështu. Por ta bësh ti, me që ke fuqinë dhe ta bësh tash dhe ta japësh këtë, kjo më duket skandali më i madh. Di vetëm kaq që kanë ofruar në tokat shtetërore të Zvërnecit. Kjo është e sigurt. Në tokat shtetërore të Zvërnecit e ka dhënë Rama, domethënë është dakord për ta dhënë, ndërsa në tokat të cilat janë private janë hedhë çmime marramëndse, vetëm për ta blerë. Kjo tregon që ka një interes shumë të madh, jo vetëm për turizëm, por edhe për ta zhvesh Shqipërinë nga pikpamja ushtarake dhe logjistike.